Zoti Merkoçi, si e keni parë qëndrimin e fundit të kryeministrit Edi Rama, i cili në një konferencë me gazetarët mbrojti të gjitha aferat e tij, duke nisur nga Balluku, Akshi, apo edhe ajo më tronditja e Ergyes Agasit? Ishte mbrojtje të gjithë korrupsionit dhe të gjithë vendimeve që vetë Rama ka marrë, apo lëvizjeve që vetë Rama ka marrë, të cilat janë në kundërshtim të hapur me politikën amerikane, të cilën e quajnë partner strategjik. Nuk është hera parë që Rama del kundër vendimeve të Trumpit apo politikës amerikane, duke shpalosur gjithë atë arsenalin e tij kundër tyre, sepse po t'i vesh re në gjithë kalimin e tij ishte ideja e spakut. Pra, do vinë ca mos dëgjoni ata anej për te oqeanit që flasin, apo po t'ishte ky kryetari i komisionit të mandateve dhe ta kishin nxjerrë për jashtë prokurorin. Më thonë ishin të gjithë arsenali i tij fund vitit ishte luftë kundër Amerikës apo veprimeve që tashmë po merr Amerika për të mundur zbatimin e ligjit në Shqipëri. Dhe kjo lloj konference e ndau përfundimisht Ramën, nëse domethënë nga ajo ideja që ky do të bëjë një shtet ligjor apo të shtetin e drejtës nuk ekziston asnjëra as tjetra. Për vetëm në arsye sepse ky ka hedhur tashmë polli paraqitjeve të fund viti që unë kam 83 mandate. Dhe këto 83 mandate unë do t'i përdor kundër spakut, kundër interesisë, kundër çdo lloj vendimi që do kërkohet për heqjen e imunitetit të cilit do deputeti. Tashmë Rama e shpalosi që nuk do ta aprovoj. Ishte një deklarim retorik i Ramës, pasi nëse do të shohim lëvizjet që janë qoftë edhe brenda PS-s, qoftë edhe në atë festën e madhe që bëri për Tiranën fund vitin, ku 10 deputet apo personalitetet të PS-s nuk i vajtën në atë takim, edhe pse u mbajtë fshet, por 10 vetë pak nuk i vajtën duke filluar me Fatmir Xhafën apo Pandelin Majko, Mimi Bodeli, tjerë. Kush i me emrat. Po, të ndalemi pak te kjo pjesë. Çfarë tregon në këtë rast mungesa e këtyre elementëve të Partisë Socialiste ndaj kryeministrit Edi Rama? A ka në Partinë Socialiste i lëvizje që kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama, nisur me aferat që tashmë edhe zullumi është trashur, duhet thënë? Jo vetëm tani që është trashur, por këto lloj lëvizjesh kanë qenë dhe përplasjes kanë qenë më përpara. Nëse do vjen re, kanë qenë lëvizje më përpara për të vetëm arsye sepse në listat e kandidimeve këta persona kanë qenë jashtë listave, domethënë jashtë listave të sigurta. Megjithëse ishin themi deputet kontribues të Partisë Socialiste, por u lanë jashtë listave. Pikërisht u lanë jashtë listave sepse Rama përkonte të kishte votat sigurta në parlament nga ata njerëz të cilët ai komandon. Kështu që këta deputet apo këta personalitete të Partisë Socialiste kanë qenë kundër Ramës dhe janë kundër Ramës, patjetër që janë kundër Ramës. Dhe Rama pikërisht duke bërë këto lloj lëvizje dhe duke ditur që nëse do ta dërgonte në kuvend heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, thjesht i sigurt që atë imunitet Belinda Ballukut do kishte të hequr sot. Sepse vërtet ai ka 83 mandate, por ai nuk i bën dot 71 mandate për të mbajtur imunitetin e Belindës apo kujdo qoftë. Dhe kjo është ai testi që Rama po bën edhe për veten e tij, dhe lëvizjet që do bëj në janar do të jenë çuditshme, sepse ai e di shumë mirë tashmë që nuk është më kryeministri i një vendi, dhe kur themi nuk është më jo në atë aspektin që është funksionar, por duke parë lëvizje dhe skandale që kanë ndodhur në Europë, të cilat edhe ato skandale që ndodhen në Europë, dhe ato skandale që do të dalin tashmë në janar në Europë,
mos harroni se është Giorgia Meloni ai që do të shpërthejë skandalin më të madh, më shumë se sa ai Orbanit. Dhe të gjitha fiet janë tek Rama. Janë tek Rama për një arsye të thjeshtë, atë që unë ju kam thënë kohë më parë, që Rama është caktuar portavoqja apo lideri i Europës, Ballkanit dhe Europës për sa i përket organizatës Soros. Prandaj dhe ai fjalimi i fundvitit ishte në atë lloj forme, ishte shpërthimi i Ramës, ka shi politikës Trump, jo vetëm për vendimin që ka marrë në Amerikë, por edhe për arrestimet që ka bërë njerëzve të Soros, njerëzve shumë të afërt të Sorosit gjatë dhjetorit, dhe ky ishte ai shpërthimi i fundit i Ramës që bëri për vitin kundër politikës dhe hapjes deklarimit hapur që ky është një person i cili është pjesë e rëndësishme e kësaj organizate. Në momentin kur vajti në Katar, supozojmë ai u kthye në Francë dhe në fund vit flas, vizita puni që bëri Katar, kur u kthye në Francë ai pati një takim me Aleksin dhe çuditërisht ishte një takim që ai nuk e përmendi, por e nxorri Aleksin në faqen e tij. Kështu që Rama mundohet edhe të tregojë dhëmbët, por edhe të japi bëj atë sikur ky është distancuar nga Sorosi, por nuk ka më takime me të. Në këtë kohë që gjithë takimet janë me Sorosin. Do pastaj thash, do të shohim edhe lëvizje që do bëjnë në janar, dhe një nga lëvizjet ajo nëse ju kujtohet, ju kam thënë që një nga lëvizjet e këtij që do ta quaj themi si një prurje e re apo e pa implikuar tek PS-ja, do jetë Lea Ypi. Do jetë Lea Ypi sepse pasatrën që është ajo ka qenë e projektuar për qenë zëvendës kryeministre, por lëvizja e fundit që bëri Universiteti i Durrësit duke e dekoruar me honoris causa në Universitetin e Durrësit, tregoi që është në një vëmendje shumë të madhe dhe jeni sigurt që ajo do ta shesë ose si kryeministër të një qeverie teknike të ardhur nga jashtë, ose si zëvendës kryeministër të tjerë, sepse Belinda Ballukun ai patjetër në një vendim gjyqësor do ta largojë. Kështu që ai po përgatitet. Po, e kuptoj. Të mbetemi pak te pjesa e Lea Ypit, e cila në një intervistë një ditë më parë nuk përjashtoi angazhimin e saj në politikë në mënyrë të drejtë për drejtë, pra që mund të bëhet pjesë e politikës shqiptare, megjithse u tregua politikisht korrekte në përgjigjet e saj sa i përket realitetit politik në Shqipëri, duket se ka, po themi, një lëvizje të fshehtë që mund vi në një moment të caktuar prej saj në politikën shqiptare, dhe ju, a e shikoni atë si një element që mund të pasojë Edi Ramën në rast se ky i fundit bie nga pushteti? Atëherë, të them drejtë, nuk e kam dëgjuar këtë lloj interviste. Po, ishte një ditë më parë tek A2 CNN. Thash, nuk e kam dëgjuar. Por di atë që unë kam deklaruar para zgjedhjeve, që se ju kujtohet. Para zgjedhjeve unë kam thënë që Lea Ypi do jetë zëvendës kryeministre. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, as Rama vetë nuk e ka kundërshtuar apo të dalë dikush edhe ta kundërshtojë atë deklaratë që kam bërë publike disa herë, jo një herë, por disa herë. Kam deklaruar për këtë njeri, biles kam pas edhe shumë presione nga njerëz të tjerë duke më thënë që pse e përmendën në çaketi me të darë. E kuptoj. Gjithsesi, nuk ka rëndësi, kjo e rëndësishme është pjesa tjetër që unë kam deklaruar që Lea Ypi është një nga partnerët e tij më të ngushta për sa i përket, sepse ajo bën pjesë tek Partia Laboriste në Angli, është një nga sorosianët më me zë dhe ka qenë gjithë kohën në takimet ndërkombëtare, dhe unë pra në këtu e kam ngritur problemin që çfarë ka ky person i cili nuk ka asnjë dhe mandat për përfaqësoj Shqipërinë në takimet ndërkombëtare, që Lea e ka bërë me hyrjen e Ramës, me firmën e Ramës, me dëshirën e Ramës, ai e ka bërë. Dhe ky e ka pikasur, jo se e ka pikasur Ramën, por Sorosi ai që do ta hedhë në treg, dhe jo për qëllim tash, do ta nxjerrë si një prurje nga jashtë, si një njeri që vjen për të kontribuar për Shqipërinë,
Në tjetër, në të njëjtën kohë që Lea Ypi nuk është asgjë më tepër veç se një sorosiane e kalibrit, themi, dhe këtë gjë ja u kam thënë edhe kur erdhi kryeministri që pati ky me kryeministrin e Anglisë për refugjatët, që ky gjoja ja refuzoi dhe ju thash ai ja refuzoi për një arsye të veçantë, kërkon që kur të vijë Lea, ajo ta bëj ajo marrëveshjen dhe të marrë ato pikët e famshme, por se këta për një politikë ndryshe, jo ajo politika kombëtare, por të gjithë politikën e kanë antikombëtare, kështu që nuk më bën asnjë lloj përshtypje, qoftë edhe deklarimin që pas ka dalë, se ç'duhet dalë Lea Ypi në një emision në Shqipëri, kur Lea Ypi nuk e njeh njeri, kur atë nuk ka absolutisht asnjë lloj kontributi në Shqipëri. Nga del ky person dhe në dilka dhe bën edhe intervista, jo pa qëllim, edhe para se Universiteti Durrësit ta nxjerrte këtë si honoris causa, unë ja u deklarova dhe thash që Universiteti Durrësi po përgatit Lea Ypi për ta bërë honoris causa, vetëm për t'i dhënë një pompozitet, për t'i dhënë një njohje, për të filluar tash të flitet nëpër media për këtë person. Dhe t'jeni të bindur që mas kësaj dhe deri me datë 20 kur të bëhet vendimi i gjykatës kushtetuese, ju do shihni një gjithë mediat do fillojnë dhe ta përmendin këtë lloj emri dhe do fillojnë të bëjnë intervista ata. Pra, Sorosi në përgjithësi, duke qenë se ka kapë të gjithë mediat, gjithë pushtetet, gjithë politikën shqiptare, nuk e ka të vështirë që të nxjerrë njerëzit e tij dhe të nxjerrë si njerëz të cilët janë adeptar, këta duan të ndihmojnë Shqipërinë, këta janë profesorë, doktorë, e kupton. Pra të japim një shtys tashmë dhe mos ta lëshojmë pushtetin nga dora. Në asnjë mënyrë, pavarësisht se ikën njëri apo vjen tjetri, por gjithmonë Sorosi, se duhet kuptojmë një gjë, Sorosi është organizat, nuk ka problem në Sorosi se iku Rama apo si iku Rama. Iku si Ypsiloni. Problemi është se këta duhen të mbajnë, organizatët duhet të mbajnë qendrën në Shqipëri, e cila është kthyer në një çerdhe të Sorosit. Se mos harroni të gjithë investimet dhe gjithë pastrimi i parave, drogat, jo më kot kalon nga Shqipëria dhe jo më kot bëhet në Shqipëri. Dhe prandaj u kam thënë, qysh me dasmin e Alex Sorosit, ky mori atë ju dha detyra e liderit të Ballkanit dhe të Europës, dhe nëse do ta shohim pak më gjerë, do të shohim që edhe kur u arrestua apo doli nga prokuroria, kur doli Belina Balluku, doli si e pandehur, të gjithë qoftë Bandelini, qoftë Kosi, qoftë më erdhën me vrap, atë natë erdhën me vrap në Shqipëri, si pun kishin të vinin në Shqipëri, do erdhën pikërisht për këtë punë. Sepse thash, është organizata që vepron, duhet ta shohim Sorosin, unë shoh Sorosin dhe shqiptarët duhet ta shohin si një organizatë vërtet terroriste, ashtu siç e kanë cilësuar dhe Trumpi, vërtet është një organizatë terroriste, është një organizatë kriminale. Dhe nëse Europa ka vajtë në këtë lloj drejtje, pikërisht ka vajtë në fal kësaj organizate apo politikës si ka kjo organizatë. Do të shihni shumë çuditëra në Bashkimin Evropian, do shihni edhe planin që kanë pas për Ballkanin Perëndimor. Një nga pikat, më falë që po ja u them, por një nga pikat që kanë qenë në programin e Bashkimit Evropian është varfërimi i Ballkanit Perëndimor. Në kampe refugjatësh. Dhe këtë do të jeni të sigurt që kjo do dali shumë shpejt dhe do dali nga goja me lom.